Jemi në eventin privat të Butrin Timerit, i cili për pak ditë sjell albumin e ri me plot 14 këngë. Përshëndetje Butrin. Përshëndetje Butrin. Sa interesant me intervistu dikon me emrin Butrin. I raport që vini dikon emrin që ko Butrin. Qa me bëhem nakt kom. Kallëzëm qysh kalove sonte. Jum knaq. Unë po du me të përgëzu për klipet, se i pash edhe këngët kanë fantastike. Bravo për punën. Shumë faleminderit. Tregom, cila është kënga e preferume në shta prej krejt atyne? E di që e ki shtirë me zgjedh, po në shta 2-3 i ki? I kom 2-3 është, njënë është të dua që më pëlqen musikon shumë, me të në dhe Denisi, ja kom përmend që 2 vjetë këtë këngë, unë pëlqen Mu Shumen, unë pëlqen Sweetie, kur pi përmendin nuk po muj me thonë për shembull këto si shumë nice. Unë e veç di me ju thonë që për një me kanë qa me ngu, edhe qa përdu me përmend tjetër është 100.000 euro, diçka me TikTok apo nësë qaron qa është? Jena mënu me staff me bo një challenge që mundesh me fitu 100.000 euro, e merë një këngë të albumit, e bo një TikTok, një video mas virale i fiton 100.000 euro. Qka që thjesht me fitu 100.000 euro? Shumë easy është. Okay. Po du me të pytë që kjo verë, ako me të gjetë single, anë lidhje? Garat në lidhje. Po thua? Po. Unë e pash një aktore shumë të famshme këto, edhe nuk e diu që dita pëse ajo në eventin e Butrintit. Kush vjen musafirë, kush vjen nuk e di fik, se kam bo stafi. S'po do me nga zburu rajsana, mësë më shtëson e hi hullëm tëj. Po se di kush u ka musafirë krejt, këta e kanë bo krejt. Okay. Unë po të rëj një verë të suksesshme, të palodhshme edhe shumë suksese me albumin. Shumë faleminderit edhe ty.